Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje për sa i përket pjesës së dashurisë. Kjo histori që keni dy persona të dashuruar do të ketë një përfundim, pra një fund të bukur, do të ketë një fund të bukur kjo histori e këtyre dy personave. Pra, të shikojmë ndryshimet që do të ndodhin në këtë histori dashurie. Çfarë do të ndryshojë? Ky person i hypën kalit dhe kalëron fuqishëm drejt jush me këtë kuror dafine. Është një person shumë i drejtë me këtë shpatë. Ky kur dashuron me gjithë forcën e shpirtit. Dhe kur zgënjet, atëherë nuk ka kthim mbrapa. Pra, kur uren, nuk ka kthim mbrapa. Është pak i mërzitur në këtë moment. Pra, në këto momente është pak i mërzitur. Sepse thot, lidhja juaj është një lidhje e pshekt. Dhe jeni të rrethuar nga njerëz jo fort të mirë. Janë njerëz çakezi, jena, por kjo hënë e plot me dritën e saj, këta njerëz i verbon, kurse ju mbron me dritën e saj të plot. Jeni shumë të dashuruar me njëri tjetrin, keni një pasion të fortë, një energji, një dashuri shpirtërore, dhe ky angjëll mbrojtës ju mbron në rrugtimin e jetës tuaj. Personi juaj dashuruar vjen drejt jush shumë shpejt. Me këtë karot, me këtë huaj, ai vjen drejt jush dhe ju sjell këtë lajm në duart tuaja. Hapet ky. Në këto az hapet kjo dritare dhe ky vjen drejt jush me këtë lajm fantastik. Është një person shumë punëtor, shumë pozitiv, që punon dhe ashtu si punon i rrjedh monedat në jetën e tij. Ky lajm që do t'ju sjell është një lajm i papritur, është një lajm transformimi që do të transformojë jetën tuaj. Pra historia e dashurisë tuaj do të ketë një fund fantastik, të mrekullueshëm. Me kë rezonon kjo histori? Me kë shenjë horoskopit? Me binjakët, me shigjetarin, me britjakin, dashin, peshoren dhe gaforen. Kurse emri juaj, gërma e pare emri tuaj, mund të rezonojë me gërmën N, me gërmën Q, L, D, O, K, N, M, I dhe F. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.